pik i bizën. Gjithë në kohë na jena një qef që shëtisim. E i thash postoj ti 100 video në të qenë një bizë aty. A ne e ka pusua halo? Over është. Over jemi. Loresa dhe Gerti, dy të rinj të pasionuar pas TikTokut, janë një çift që ndajnë një dashuri të thellë dhe të sinqertë. Gerti, vetëm 20 vjeç, shprehet se shumë i gatshëm për bashkëjetesën dhe për të përballur me sfidat e lidhjes me Loresën 18 vjeçare. Fillimisht, Gertin kur e kom pa për herë të parë më ka dok pak ma jegër se mënyra që shrusil ka të kështë. Po tani kur më tregoj me fillim, i drejt për drejt, edhe ja nisi mu silë shumë mirë me mu, thash, nashta nuk është qaj që e kom pa për herë të parë, tani qaj jam ka bo që me tjertë nuk silët njëjtë që silët me mu. Kjo kur unë ka po mu për herë të parë u tut njerë për me, se unë e motrës tem, kush ju ka ofrua, din ja u kum dhejë s'ka një, dhe atë në shkollë kjo shoqe motrës, me njëherë ato ku qa ka. Njëherë printe mi se kanë ditë, mas pare se normal se i krejt qiftët e reja. Po kur ju kom tregu, e kam pranu Gertin si djali, më kanë thonë djali mirë ka. Për nuse që ka thonë Gert? Për nuse... E mirë po, kena festu, për nuse kena festu. Jo, mirë e kam prit shumë familja dhe Loreta, që kjo është seni kryesor për mu që pëqojnë mirë dhe familja gjithë shkave, din, kur e dojnë edhe familja dhe kjo që e dojnë familjen tem, që kjo është kryesorja, ta një tjera të vinë krejt. Loretës dhe që kom tregu kështu, ja me qef, ja me zëra, din, s'ko me refuzu. Ma e hapën kam që me Gertin nuk e di vetë zemra, më ka tregu që Gerti është i duhuni, edhe kom fillu direkt me Gertin, a? Me Gertin. Ata bashkëjetojnë me ëndrat dhe planet për të ardhmen, duke ndihmuar njëri tjetrin që të rritën dhe të arrijnë qëllimet e tyre. Po unë jam një tip me ambicioz dhe kur du diçka e marrë e bëj. Edhe pro Loretën e kum dasht, e kam. Shkollën e kum dasht, e kam. E kena kry shkollën, tash jemi edhe në për fakultete specializime sene, po edhe të merë me pun tjera ka pak, se zakonisht qiftet, kur bëhen bashk një qift, mas kanë tani fokusun vishë të njoni tjetrit e dhe detajet vogla dhe jesin, ngecin që ato ma u kry. Karriera aty në u kry, po na kemi një karakter, një mentalitet që me shku për para dhe mos më nalë heq të nkuën. Me Loreta qike urtë e mirë, edhe na nuk kemi kesh kuptime, i krym këto, dhe me thënë, edhe problemet ma të mëdhaja i bujna mu duk të vogla. Çdo ditë është një aventurë e re për ta, duke krijuar përmbajtje të bukura dhe duke ndarë momentet e lumtura me ndjekësit e tyre. Është shumë romantik. Se la mu bajatov, kështë, gjithë diçka ma ndryshe, ma... Edhe unë, para se mu merë me TikTok, jem konë aktiv, jo kom punua dhe në lokale, kom pos një lokal me familjen tem, kom bërë party, ato këtu neja house party të porat, ja kom njës me bu në Kosovë, kështu house party, edhe kom pos fyrje, kom pos ofendime, kom pos pëlqime, kom pos një farë emre, një farë audiense për tri këtu në Prishtina dhe normal që pak ju mësu me këto sene, e Loreta... Tasha, ba një house party a ju, se ta që pak ndryshojnë të gjona gjerë. Coming soon, ndës ndryshojnë heq, coming soon, veç jena të prit me gjetë një vend duhen, a vedin? Gerti është ka kuzhina, a me sen detit, a me mishna, me gjithë shka është... I kënë venën, kësoj mu kënë Gerti ka kuzhina venin. Shime tradicionale, a ka i mësu Loreta me i përgadina, jo? S'ko qare. është të mojtë kështë kurse të gjyshja jem, her pas here, të mojtë të mësën të gjyshja dhe normal që duhet me ta që mollën ka pak se
E shtëpisë. Nuse. Nuse. Dashuria e çiftit është një frymëzim për të gjithë, duke treguar se me besim dhe përkushtim çdo ëndër bëhet realitet.